Të nxatë jeta me shpresoj që jeni mirë. Atëherë, si fillim, që keni me shqiponjën time me qenë se ra fjala se tani më kujtua të i regullu flokët. Gjithsesi, nuk është se kam ndonjë problem. Shpresoj të jeni mirë. Po mas shkas, me qenë se më keni pyet pafund në mesazhe privat, për tokat e kuqe që e kam postuar një video për Shën Valentin, më keni pyetur pafund për ato toka se ku i kam marrë, kështu që unë po ju tregoj sot se ku i kam ble ato toke. Fillimisht po ja u tregoj që çto janë toket që i kam pas veshur për Shën Valentin. Ashtu në të njëjtën faqe i kam ble edhe disa toke tjera që po du me ju tregu. Në fakt janë dy palë toke, edhe këto janë të dytat, këto nuk i kam vesh akoma, normalisht i kam provu, po nuk është se i kam kombinu me diçka, e kam mendu me një çantë. Ja shikoni sa të bukura. Jasht zakonisht mira, edhe me të vërtet i kam ble goxha lirë, kështu që ja u vendosi këto në fotografi, po ja u shkruaj edhe në për komente, faqen në Instagram se ku i kam porosit, po për ndryshe tepër të bukura, edhe e kam mendu me qëtë çantën. Se me e thy pak ngjyrat, kur veshëm kaft, me këtë çantën me pika që e kam ble në Zara. Gjithashtu po shfrytëzoj rastin, me qenë se sa po u pastrova sot, edhe këto janë flokët e mi kur unë pastrohem, nuk i kam drejtu, nuk ju kam bërë asgjë, literalisht asgjë, përveç faktit se i kam tharë me tharëse, edhe jam pastru me shamponat e mi që ja u sugjeroj në videon që i kam full për flok, po gjithashtu du mi ju tregu që një mujdet produktet e reja që po i përdori për flok. Kam fillu me përdor këtë produktin, do me thonë është shamponi i dytë që vetë sa më ka orë, sepse të parin e kam hargju komplet, është prej qepës së kuqe, edhe është plotësisht bio. Këto produkte mundeni me i gjetë në Hoffman, edhe në Barnatore. Atëherë, po ju tregoj edhe disa gjërat të tjera. E kam bler edhe një vaj të mentës, thjesht dashta me provu, kur ju shkruajta faqes, ma kanë dërgu një list me vajra, edhe ka qenë dikon në mos gabofsha, mbi 20 vajra të ndryshëm. Përmbajtja prodhohet nga gjethet e mentës, është 100% natyral. Përdorimi pëthot në një gotë me 200 ml ujë të ngrët, shtoni 3 pika vaj dhe pini 2 herë në ditë. A din që më ka pëlqyni diçka? Shumë erën e mirë. Unë mendoj që është ma mirë me ju shkrujt faqes edhe me pyet për nevojat që ju i keni, sepse mendoj që çdo lloj flokut ka nevojë me u trajtu ndryshe prej meje ose prej tjetër kujt, edhe e di që ata nuk pritoj me ju kthy përgjigje, kanë qenë shumë të mirë me mua, kanë kthy shumë përgjigje, më kanë jep shumë sqarime për çdo porosi që e kam bërë, edhe kanë qenë shumë të mirë, shumë profesional, kështu që mendoj që edhe kjo qasje do të jetë edhe me juve. Edhe mund t'i pyesni, edhe mund t'ja sqaroni se çfarë problemi keni me flok, ose me ndonjë problem tjetër që mendoni që kjo faqe mundet me ju zgjedh problemet, edhe besoj që do të merrni përgjigje prej tyre. Mendoj që është rruga më e duhur për me ditë se cilat produkte janë të duhura për juve, meqense se kishin shumë produkte të tjera. Këto ishin blerjet e mia të fundit, si gjithmonë, duke i ndarë me juve me shumë dashuri, e si gjithmonë, Tringa ju don shumë, edhe ju përshëndet. Mirupafshim. Harroni të më shkruani në për komente sa po dukem bukur apo jo me këtë make-upin e ri. Bye!